Një republikë, ajo ka nënshtru një individi. Se që kjo madje po dihet që është... Nuk është nënshtrim, ta thash ma herët. Nuk është nënshtrim. Ata e kanë zgjedh formën politike të zgjedhur sepse kemi luftë për pushtet. Luftë për interesat që ati grupi politik. Këto ndryshime nuk vinë pa një qëndëres. Prandaj, hapi duhet bëhet nga ta. Ata e bëjnë hapin, ata e bëjnë zgjidhjen, na jemi mbështetësit. Për mu, personalisht, kryetari kuvetit është ceremoni, zgjedhje ceremonale. Po të përqë kjo formalitet. Po, aty në i konvenon se s'ka numrat mjaftueshëm. S'ka as për qeveri. A është ty bo, a kanë diskutu? E këto janë kalkulimet e ti. A i shdash për mu është dom i madh që bëhet. Personalisht për shkak procesit në Hag. A i shdash mi a votu Albulena Agjiu, na më thonë hajde pe kalojna këtë proces. Po bëj, nuk është problem ja kaluan. E votojmë. Po çfarë ajo ka bën? E kryjmë me Albulenën. Çfarë procesi ai do të bën më tutje? A do të jetë ai i gatshëm të bëjë veprime për gjykatën speciale? Me mbrojtë ato vlera? Pa e s'po ullët, se si me thonë me ullaj edhe me u thirë, me u trajtu në njërë të dinitoze. Pa e ka thonë me Partinë Demokratike, nuk do të bëjë. Ti ullësh, i thu për t'jap votat në kompromis që sajna, për nuk du me nda për shtetë. Koalicion me Partinë Demokratike. Ai po kërkon të njerëzit cilët mund mi nënshtru dhe mi poshtru. Ai ka pasur që të Partia Demokratike nuk mund t'i poshtroj. As t'i nënshtroj. As t'i detyroj. Që kishë bërë Albin Kurti me kanë në pozicionin e ju i partia dytë, edhe me pa bloku ju qështu me një emën? Tonë të zezët i ka bo në 2016-17. Tonë i ka bo skalon gur pa lëviz kundër Partisë Demokratike, kundër Kadri Veselit, sepse ai ka qenë kandidat në të kohë. Ne kena ndëgju, ne kena prit, ne kena përcjell, sepse ka pasur një rregullore tjetër ka qenë. Ajo rregullore nuk i ka parapo çdo 48 orë me majt seancat. Edhe kështu që o zgjatej proces, po nuk ka qenë kjo situatë. Tash, unë shoh për të madhe të Partisë Demokratike se duhet ta bëjnë një zgjidhje sepse ne kena edhe si kryetar të partisë kena një gjykatë speciale. Çfarë mundë me bë më shumë? Po kena edhe si president, po kena si bjerë si çfarë mundë me bë PDK më shumë se kaq? Duhet për me ofru një ofertë, më thonë burrani. Hajde, çka do me bë? Që po të vynë ty me votu? Që po votojnë? Po cilat janë ofertat? Ai jep çdo mbrojtje. Bjena çdo mbrojtje hes. Tani qeverin ta bllokoj prap. Me sa pe kuptoj, nëse që kjo lëvizje vetëvendosje, i shka e gatshme mi u dal hakësh në pozicionet e shtetit Kosovës, me institucione, me qeverinë e Kosovës, që aty në burrav që janë t'ju akuzun, t'ju gjuku në Hag, ja kish vlejt me bën kompromis në mja votu PDK-ja. Kush do në dje kandidat nuk është me rëndësi. Me rëndësi është mbrojtja e luftës son gjykatën speciale. Okay. Me rëndësi është me fitu betejën atje. Që kë po thuaj është dashur me kanë kompromisi me çdo qeveri, kush do në ato kryeministë, s'ka rëndësi. A është i gatshëm që lobon për këtë punë? A është i gatshëm që ata ministra që i kuvend mi bo qëto? A i gatshëm lëvizja vetëvendosje Albin Kurti? Po so është, sepse kemi pas nga ndoshta që kjo mund të jetë një për arsye, pse nuk do ndoshta edhe me kanë, që po thotë 4 vite do të mënaj në. Nuk kanë bë veprime. Veprimet e tyre janë të kundërta me procesin.